dhe do të shtohet tregtia, po edhe kjo është realizuar. Më herët nuk kanë qenë të njohura të gjitha këto llojet mallrave të shumta të ndryshme, qoftë në teknologji, qoftë në veshmbathje, qoftë është ditë një komb e ka pas veshmbathjen e vet tradicionale dhe atë ka vesh. Secili komb është veçuar prej kombit tjetër me teshat e veta kombëtare tradicionale që i ka pas, edhe ato tesha janë prodhuar. Për shembull, ta marrim si shembull veshmbathjen. Ato tesha janë prodhuar edhe janë konsumuar nga populli dhe kaq. Mirë po tash jo, ke me mija firma për tesha, ke me mija firma ushqimore që prodhojnë produkte të ndryshme ushqimore. Gjitha këto janë pra vërtetim i fjalëve të pejgamberit alayhis salam se do të shtohet tregtia. Aq shumë sa që edhe gratë do të bëhen të barabarta me burrat në tregti. Do të thonë do të shtohet edhe në mesin e grave. Dhe kjo nuk është ndaluar pra në Islam. Po potencojmë se nuk është ndaluar që gruaja të ketë pasurinë të vetën dhe të bëjë tregti. Mirë po përmendet si shenjë kiametit se do të shfaqet shumë. E nuk do më thonë se është ndaluar. Kemi thonë edhe më herët se nuk do më thonë se çdo shenjë kiametit është negative. Ka shenjat kiametit që janë pozitive. Si për shembull çlirimi i Konstantinopolit apo Istanbulit, çlirimi i Jerusalemit, ardhja e pejgamberit alayhis salam. Gjitha këto janë shenjat kiametit, mirë po janë pozitive, nuk janë negative. Transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: para kiametit fushuut tijare, do të përhapet shumë tregtia, shumë do të përhapet. Hatta tushariku al-mar'atu zawjaha fi at-tijara, derisa gruaja do të bëhet ortake e burrit saj në tregti. Do të bëhet ortake e burrit të saj në tregti. Kjo pra do të ndodh para kiametit. Më herët këtu tek ne në vendet arabe, në lindjen e mesme, po edhe në perëndim, gratë nuk janë marrë shumë me kësi lloj punësh, pra që janë jashtë shtëpisë. Kanë qenë më modeste, po edhe veshjen i kanë pas më modeste, qoftë në perëndim, qoftë në lindje. Mirë po para kiametit, po thot pejgamberi alayhis salam se do të përhapen shumë, do të qëndrojnë ndoshta 8 orë, 10 orë në shitore për të bërë tregti. Më herët këtë punë e kanë kryer burrat. Gruaja ka ndetë si zonjë në shtëpinë e saj, e ka përgatitur ushqimin, është kujdesur për fëmijët e saj. Mirë po, pas luftës së dytë botërore, u munduan që emancipimin e gruas ta bëjnë në mënyrë artificiale, duke e futur që të bëj punë të rënda në fabrik, duke e detyruar që të qëndroj gjithë ditën jashtë shtëpi e kështu me radhë. Pse nuk punon princesha për shembull, ose mbretëresha, ose pse s'rin në shitore gjithë ditën për shembull 10 orë çese, nëse qenë ka çaq mirë ajo punë. Kurse muslimani i cili dëshiron që mos ta mundoj gruan e vet, që mos ta preokupoj me çështjen e riskut, i thon ti po e shtyp atë. Pse po e shtyp, ajo rrin si mbretëresh në shtëpinë e saj, çdo gjë i sigurohet, është në ambient të mirë familjar. Çka është problemi? Pse duket si e shtypur? E njëjta edhe për mbulesën, kur vjen që një muslimane të mbulohet del modeste në rrugë, jo, kjo është e shtypur. Ndërsa ato motrat e nderit, ato e kanë zgjedh vetë atë punë. Pse standarde dyfishta, do më thonë standarde të dyfishta. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam tregon se nuk ju friksohet muslimanëve nga fukarallëku. Po friksohet se aq shumë do tu shtohet pasuria e dunjas, sa që do të bëhet shkak që ta humbin fenë e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wallahi mal fakru akhsha aleikum", pasha Allah nuk friksohena për ju nga fukarallëku. "Walakinni akhsha aleikum an tubsat ad-dunya aleikum", mirë po unë friksohem se do t'ju jepet dunjaja juve. "Kema busitat ala men kana qablakum", ashtu siç ju dha popujve që ishin para jush. "Fatanafasuha kama tanafasuha",
wa tuhlikukum kama ahlakethum, dhe ju të bëni gara në të ashtu si që bën gara popujt e mëparshëm, dhe t'ju shkatroj ashtu si që shkatroj popujt e mëparshëm. Islamikisht pasuria nuk është e uryer dhe nuk është e ndaluar. Mirë po ajo që është e ndaluar në Islam është që pasuria të bëhet qëllim në vete. Sepse edhe ajo është sprov. Allah subhanahu wa taala i sprovon robërit e tij edhe me të mira edhe me të këqija. Nuk është kusht që sprova të jetë diçka e keqe. Edhe e mira është sprov. Si është sprov? Është sprov që ta shohësh se, për shembull pasuria, që ta shohësh se a do ta fitosh me halal, a do ta harxhosh në halal, a do t'i japish hakun e saj që është dhënia e zeqatit e kështu me radhë. Dhe kjo sprov për disa njerëz është më e rëndë. Për disa njerëz është më e rëndë. Andaj kësaj ju ka friksuar pejgamberi alayhis salam, se kur do t'ju jepet pasuria muslimanëve, do ta bëjnë atë qëllim në veti. Nuk do të shikojnë se e fitojnë me halal a me haram, nuk do të shikojnë se e harxojnë halal a në haram, nuk do t'ja japin hakun. Andaj për fat keq, më së shumti që japin zeqat janë njerëzit mesatar që nuk kanë shumë pasuri. Të pasurit me pasuri më të madhe janë më koprac, për fat të keq. Për fat të keq. Andaj transmetohet si lutje pra prej muslimanëve, të cilët kanë bërë lutje: o Zot, bëre që pasuria të jetë në dorën time, e jo të futet në zemrën time. Ndërsa njëri prej dietarëve thot, pasuria është shërbëtore shumë e shkëlqyeshme, mirë po është zonjë shumë e poshtër. Nëse e bën shërbëtore pasurinë të shërbejë ty, atëherë është shërbëtore shumë e shkëlqyeshme. Ti kryen nevojat, ti lehtëson punët. Mirë po nëse e bën zonjë, nëse bëhesh rob i asaj, atëherë dije se është zonjë shumë e keqe.